Çështja e registracionit është një çështje e vjetër për Shqipërinë. Organizata jonë ka që në vitin 2013 që ka kërkuar, ka propozuar dhe vazhdon të kërkojë sigurisht ndryshime në kodin penal, në mënyrë që të gjitha ato vepra, le të themi që ka një natyrë seksuale ose janë për qëllime seksuale, të dënohen. Dhe këtu nuk flasim thjesht për atë që mund të konsiderohet dhuna seksuale, e cila sigurisht është në kodin penal, po flasim për vepra që janë të lidhura ngushtësisht me hapësirën kibernetike, siç mund të jetë rasti i grooming, pra joshja e fëmijës për të hyrë në një marrëdhënie seksuale, apo siç mund të kemi, do thosha plot raste tjera, si në rastin konkret, pra siç është kërcënimi i fëmijëve, dhe nuk ka rëndësi gjinia sepse ndodh me të dyja në fakt, kërcënimi i fëmijëve për të hyrë ose për të paguar, ose për të hyrë në një le të themi transakcion seksual nëpërmjet parave, nëpërmjet le të themi joshjes etj. Vetëm para një jave Ministria e Drejtësisë nuk ka bërë disa propozime, dhe këto nuk janë të lidhura me kodin e ri penal, po janë të lidhura me kodin e vjetër. Them të drejtën, më kam bërë përshtypje sepse tashmë le të themi përpjekja e ministrisë duhet të jetë miratimi i kodit të ri penal, po sidoqoftë, do të thënë është një prerogativë e tyre.